Mirëdita, të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar kolegë. Sot në 5 nëntor 2025, Qendra Mbikëqyrëse i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. Informacioni i marrë në analizë sugjeron se ekonomia shqiptare ka vijuar të rritat, ndërsa parametrat kryesorë stabilitet ekonomik, monetar dhe financiar të vendit mbeten të konsoliduar. Në veçanti, inflacioni ka shënuar një rritje të lehtë gjatë tremujorit të tretë, por ai vijon të qëndrojë në nivele të ulta dhe poshtë objektivit tonë. Po ashtu tregjet financiare kanë qenë përgjithsisht të qeta dhe kreditimi ka ardhur në rritje. Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka patur një kontribut pozitiv në të gjithë të ecuri. Reagimi në kohë i politikës monetare ka mundësuar kontrollin e presioneve dhe të pritjeve inflacioniste. Po ashtu fleksibiliteti që kemi shfaqur nëpërmjet koordinimit të vazhdueshëm me politikën fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit, ka mundësuar një ambient monetar akomodues për rritjen e kreditimit, të konsumit dhe të investimeve. Përditësimi i parashikimeve tona sugjeron se ekonomia do të vijojë të shfaqë trendet e ngjashme zhvillimi edhe në të ardhmen. Në veçanti, rritja ekonomike pritet luhatet pranë niveleve aktuale në horizontin afatmesëm, ndërkohë që inflacioni parashikohet të kthehet në objektiv në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Në këto rrethana, Qendra Mbikëqyrëse i Bankës së Shqipërisë gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Lejoni t'ju ofroj në vijim një pasqyrë më të detajuar të opinionit ton mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare, si dhe të detajoj vendimin e politikës monetare dhe arsyet që e motivuan në mbledhjen e sotshme. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një vlerë mesatare prej 2.4% gjatë tremujorit të tretë, duke vijuar trendin e lehtë të rritjes të shfaqur në tremujorin paraardhës. Rritja e inflacionit këtë tremujor u diktua nga rritja relativisht e shpejtë e çmimeve të qirave, rritja e lehtë e inflacionit të shërbimeve, si dhe nga stabilizimi i çmimit të naftës. Nga ana tjetër, inflacioni i çmimit të ushqimeve shënoi rënje, ndërsa inflacioni i artikujve të tjerë të shportës u shfaq relativisht i qëndrueshëm. Në këndvështrimin makroekonomik, trendi i rritjes së inflacionit gjatë tremujorit të tretë pasqyroi rritjen e inflacionit bazë e të qëndrueshëm kundrejt rënjes së inflacionit jo bazë dhe të importuar. Kështu inflacioni bazë u rrit në 2.9% në tremujorin e tretë, rritje kjo e ndikuar thuajse tërësisht nga rritja e çmimit të qirave. Nga ana tjetër, inflacioni jo bazë zbriti në nivelin 1.2% në pasqyrim të reduktimit të ndjeshëm të inflacionit të ushqimeve. Në një plan më afatgjatë, niveli i ulët dhe nën objektivi i inflacionit pasqyron efektin amortizues që forcimi i kursit këmbimit ka pasur në inflacionin importuar dhe goditjet e ofertës, të cilat kanë mbajtur në nivel të ulët inflacionin e ushqimeve. Nga ana tjetër, presionet e brendshme inflacioniste mbeten në linjë me objektivin tonë të inflacionit, si pasojë e ecurisë së qëndrueshme të kostove të punës dhe të prodhimit, të marzheve të fitimit dhe të pritjeve për inflacionin. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.6% gjatë 6 mujorit të parë të vitit. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik u mbështet nga rritja e konsumit familjar, e investimeve të sektorit privat dhe e eksportit të shërbimeve. Nga ana tjetër, politika fiskale ka vijuar të shfaqë një natyrë konsoliduese, ndërsa eksporti i mallrave ka shënuar rënje. Ky profil kërkese ka nxitur zgjerimin e sektorëve të shërbimeve e të ndërtimit, ndërsa sektori i bujqësisë dhe industrisë kanë vijuar të tkurrën. Informacioni direkt i disponuar sugjeron për ritme dhe strukturë të ngjashme rritje edhe gjatë gjysmës së dytë të vitit. Rritja e kërkesës për mallra e shërbime është pasqyruar edhe në tregun e punës,
punësimi në sektorin privat jo bujësor u rrit me 3,4% për tremujorin e 2 të vitit, paga mesatare u rrit me 9,5%, ndërsa norma e papunësisë qëndron në nivele të ulta historike prej 8,5%. Rritja e shpejtë e pagave është përcjellje plot në rritje të çmimeve si pasojë e absorbimit të saj nga produktiviteti dhe marzhet e fitimit të bizneseve. Megjithatë, kërkesa e lartë për punë nga bizneset dhe mungesa e ofertës vijojnë ta mbajnë tregun e punës në tension. Në këmbvështrimin makroekonomik, rritja ekonomike është mbështetur nga bilancet e shëndosha të sektorit privat, besimi për të ardhmen i familjeve dhe i bizneseve, zgjerimi të ardhura nga turizmi, si dhe nga kushtet e favorshme të financimit. Politika e kujdesshme monetare e Bankës Shqipërisë ka patur një rol esencial në kontrollin e inflacionit, duke mundësuar reduktimin e përgjithshëm të primeve të rrezikut në tregjet financiare dhe duke kontribuar në përmirësimin e kushteve të financimit. Në veçanti, lehtësimi i qëndrimit politikës monetare në muajin korrik ka sjell një ulje të mëtejshme të normave të interesit të kredive të reja dhe ka reduktuar kostot e shërbimit atyre ekzistuese. Po ashtu, prezenca e shtuar e Bankës Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor ka ndihmuar në reduktimin e presioneve forcuese të kursit të këmbimit, duke mundësuar një nivel më të qëndrueshëm të tij. Përjedhoi tregjet financiare vijojnë karakterizohen nga likuiditet i bollshëm, norma të ulta interesi, bilancet të shëndosha të sektorit bankar, si dhe nga një përqasje pozitive ndaj kreditimit. Kredia për sektorin privat vijoi të rritet me norma 2 shifrore gjatë tremujorit të tretë. Portofoli kredisë u rrit me 14%, duke shënuar një ngadalësim të lehtë krahasuar me gjysmën e parë të vitit, por duke ofruar një mbulim të mjaftueshëm të nevojave për fonde të bizneseve dhe të familjeve. Rritja e portofolit kredisë vijon të mbetet e lartë dhe e qëndrueshme në segmentin e kredisë në lek, të kredive për investime të bizneseve, të kredisë për individ, por gjithashtu ajo ka shfaqur shenja ngadalësimi në segmentin e kredisë në valutë dhe të kredisë për kapital qarkullues. Nga ana tjetër, cilësia e portofolit të kredisë e vlerësuar përmes treguesit të kredive me probleme vijon të mbetet e kënaqshme. Në tërësi, zhvillimet ekonomike, monetare dhe financiare në tremujorin e tretë kanë qenë në linjë me pritjet e Bankës së Shqipërisë. Po ashtu, përditësimi i parashikimeve të skenarit bazë sugjeron se perspektiva e zhvillimeve ekonomike mbetet pozitive. Aktiviteti ekonomik në vend pritet vijojë të rritet në horizontin afatmesëm me ritme solide dhe pranë potencialit. Rritja ekonomike do të nxitet nga zgjerimi i mëtejshëm i konsumit, i investimeve dhe i eksportit të turizmit dhe do të mundsojë një rritje të mëtejshme të punësimit dhe të pagave. Inflacioni parashikohet të kthehet në objektivin ton prej 3% gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Ky parashikim pasqyron pritjet tona për ecuri të balancuar të kërkesës dhe ofertës për mallra dhe shërbime, për stabilizimin e inflacionit në tregjet ndërkombëtare, për një ecuri më të qëndrueshme të kursit këmbimit, si dhe për mungesën e goditjeve të ofertës në të ardhmen. Megjithatë, panorama e rreziqeve për të ardhmen mbetet komplekse. Donse në zbutje, tensionet tregtare dhe gjeopolitike përbëjnë rreziqe materiale të kahut të poshtëm. Nga ana tjetër, mungesat në tregun e punës dhe rritja e shpejtë e pagave mund të pasqyrojnë në një nivel më të lartë inflacioni se parashikimet tona si Këshilli Mbikëqyrës. Bazuar sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin e 2,5%, të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në nivelin e 1,5% dhe gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë një ditore në nivelin e 3,5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit ton të stabilitetit të çmimeve. Ai mundson
transmetimin gradual në tregjet financiare të uljes së normës interesit që ndërmorën në fillim të muajit korrik, si dhe ofron një balans të drejtë midis nxitjes së rritjes ekonomike në afat shkurtër dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve në afat mesëm. Gjithashtu Këshilli Mbikëqyrës vëren se balanca e përgjithshme e presioneve inflacioniste po afrohet gradualisht drejt objektivit ton të inflacionit, zhvillimi i cili do të gjejë një faktorizim në rritje në vendimarrjen tonë të ardhshme. Megjithatë, vendimet e politikës monetare do të vijojnë të kushtëzohen në çdo rast nga informacioni i ri dhe në veçanti nga analizat dhe vlerësimet mbi ecurinë e presioneve të brendshme inflacioniste. Këto vendime do të jenë gjithnjë në përputhje me objektivin tonë stabilitetit të çmimeve, konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit, si dhe me zhvillimet potenciale në tregjet ndërkombëtare dhe partnerët tanë të huaj tregtar. Ju falemnderit, kjo ishte deklarata e politikës monetare pas mbledhjes së sotme të Këshillit Mbikëqyrës. Nëse ka pyetje, s'kemi pyetje. Falemnderit.